Hi goca, përshëndetje dhe mirë se erdhët në një video tjetër të kanalit tim. Siç ju kam premtuar tashmë, do të kemi çdo javë ndonjë video të re dhe kështu do të ndodhë. Një javë e ngarkuar dhe kam mbaruar shkollën sepse tani filloj praktikën dhe ka qenë vërtet një muaj me shumë provime. Kam mbyllur komplet notat për vitin e tretë, për shkollën komplet dhe jam shumë e lumtur për këtë gjë. Normalisht nuk ka qenë e thjeshtë, kam kaluar net pa gjumë për të mësuar, por më në fund ja dola dhe ja arrita qëllimit, mora nota shumë të mira dhe për këtë jam shumë krenare dhe shumë e lumtur. Dhe doja ta ndaja edhe këtu me ju. Tani mbasi mbaruam shkollën, unë filloj praktikën të hënën që do të jem në punë dhe fundjavat nuk do t'i kem më pushim, po ashtu dhe ditët e festave sepse këtë ka infermieria, që ka pak si të themi që nuk na pëlqen neve, që duhet punosh fundjavave, duhet punosh me turne, por nuk ka problem. Tani do të filloj këtë praktikën që quhet Levista. Kjo do të thotë që ne si nxënës, ne si klasë që jemi 17 veta, do të marrim përsipër një shtacion atje ku unë bëj shkollën dhe do të punojmë vetë. Do të thotë, deri tani kemi punuar gjithmonë me njerëz të tjerë, normalisht na kanë shoqëruar. Por kësaj radhe kjo është një provë për ne që zgjat diku tek 6 javë dhe atje do të tregojmë se çfarë kemi mësuar deri tani dhe do të jetë pak e vështirë normalisht sepse do të kesh shumë përgjegjësi, do të jesh ti vetë atje që do të ndërmarrësh të gjitha punët, veprimet që bënte një infermier tjetër, do t'i marrësh ti. Dhe mezi po pres me thënë të drejtën sepse do jemi të gjithë klasa në 2 shtacione të ndryshme, por janë në të njëjtin kat. Dhe nuk kemi punuar asnjëherë së bashku sepse kemi qenë gjithmonë të ndarë dhe të shohim tani se si do ecë. Dhe thash po e bëj një video me që kisha këtë fundjavë pushim, nga që fundjavën tjetër do të jem në punë dhe thash po e shfrytëzoj kohën në maksimum për të bërë video dhe kësaj radhe do të kemi si video që ju i njihni tashmë unboxing me marka të ndryshme dhe bashkëpunime që unë kam bërë dhe po e nis pa humbur. Kësaj radhe do të jetë diçka ndryshe sepse unë i kam hapur të gjitha produktet, se pak më përpara kam regjistruar disa video për në Instagram dhe i kam të gjitha këtu të hapura. Dhe vazhdojmë me pakon e parë që normalisht është nga marka Cider, siç e njihni tashmë. Kam marrë këtë bluzën që duket kështu, është në ngjyrë ulliri dhe ka këtë detajin këtu që me xhinse ngjan shumë bukur, është e thjeshtë. Tani që po vim pranvera me një xhaketë do ngjante shumë bukur. Kjo është gjëja e parë. Gjëja e dytë që më ka pëlqyer shumë dhe janë të preferuarat e mia, janë këto balerinat. Shikojini pak sa të bukura, është kjo ngjyra vishnje që ka dalë shumë në modë dhe unë nuk e kisha një palë të tilla, por problemi është që më rin pak të vogla. Unë i kam porositur normalisht numër 38, por nuk e di pse më ngushtojnë, ndoshta do t'i provoj me ndonjë palë çorape tjera dhe shpresoj që të hapen sepse është numri im dhe më pëlqyen shumë. Janë këtu. Pastaj kam marrë edhe një fustan, sepse siç e dini, kemi dhe festa që janë afër, siç është Shën Valentini apo 8 marsi, dhe kam marrë këtë fustanin e zi. Duaj që ta mbyllja pak, po, dhe duket kështu, po largohem pak. Ka këtë pjesën e bardhë që vjen këtu tek pjesa e gjoksit, këtë detajn dhe duket shumë i shkurtër, por nuk është shumë i shkurtër, është normal për mua sepse unë i mbaj dhe kështu që duket kështu dhe nga mbrapa është i thjeshtë, por shumë i lezetshëm. Vazhdoj më tej, kësaj radhe kam vendosur që të marr më shumë gjëra për pranverën, se normalisht për dimër kam marrë shumë edhe nuk doja që të merrja më. Është kjo xhaketa, po. Është kjo këmisha në këtë ngjyrën blu, baby blue të hapur, më pëlqen shumë, nuk e kisha një të tillë. Kisha vetëm ngjyrë të bardhë edhe ngjyra tjera dhe është shumë e bukur. Kam bërë një kombinim super të bukur dhe mund ta shihni në Instagram kur ta postoj sepse se kam postuar akoma. Duket kështu. Pastaj kam marrë dhe këtë fundin që fatkeqësisht, sepse unë e kam porositur në masën XS dhe mendova se do më bënte, nga që gjithmonë te kjo marka i marr në masën X këto pantallonat dhe fundrat, nga që vin pak prerje të lirshme, por nuk më bënte, është shumë i ngushtë. Më pëlqeu shumë se është shumë i bukur. Dhe nga mbrapa është i çarë dhe ka këtë ngjyrën shumë të bukur dhe kisha menduar që ta kombinoja me pupat që sapo ju tregova, por fatkeqësisht nuk më bën, kështu që më duhet ose ta dhuroj ose ta shes. Vazhdoj më tej, kjo është gjëja e fundit nga pakoja nga Cider, është kjo xhaketa, është në një ngjyrë bezh,
po e themi, dhe duket kështu, është material goxha i plot dhe trash. Dhe ka një detaj këtu shumë të bukur, tani nuk duket, por ka një rip që mund ta lidhësh si fjango kur e vesh dhe ngjan shumë bukur. Se përpaka harroja që t'ju thoja, dhe kjo veshje që kam veshur, ky jeleku është po ashtu nga marka Sider, nga që e kisha veshur dhe po bëja video thash mos ta heq, duket kështu. Dhe kam kombinuar me këtë këmishën e bardhë siç e shihni dhe ngjan shumë bukur dhe je shumë rehat. Një bashkëpunim tjetër, dhe është një bashkëpunim i ri për mua, sepse kisha muaj që po e kërkoja këtë bashkëpunim, është me këtë markën nga Dozier, nëse lexohet kështu. Janë disa parfum francez dhe kanë një aromë fantastike. Unë kam marrë 2 paketime të ndryshme, 2 aroma të ndryshme. E para është kjo me vanilje, e kam hedhur dhe më pëlqen shumë dhe mban gjatë. Pastaj parfumi i dytë është ky këtu, dhe ky është mund ta përdorin dhe gocat dhe çunat. Dhe ky ka një aromë pak të rëndë, është po ashtu, është e përbërë nga një lloj luleje. Dhe duket kështu, të dy janë nga 100 ml. Dhe ishte një bashkëpunim i parë që bëja me këtë firmë në këtë muaj. Diçka tjetër shumë interesante dhe me këtë paketimin e bukur, me këtë ngjyrën dhe ilaç, e kam paketuar shumë bukur. Më janë ofruar si bashkëpunim këto 2 ripat për Apple Watch, për orën Apple Watch, dhe duken kështu, nuk po i hap, besoj se duhet i shikoni, janë të dy në ngjyrën gold. E para është këtu, dhe e dyta është në këtë ngjyrën e zezë dhe një material tjetër me këto fjangot këtu. Edhe ky ishte një bashkëpunim i ri për mua në këtë muaj. Pastaj diçka tjetër që nuk mungon si gjithmonë, janë këto rrobat e banjës. Këto janë nga një markë Janex Swim. Dhe kjo ishte një bashkëpunim i parë, kam bërë shumë, me thënë të drejtën, me marka për rrobat e banjës, sepse janë shumë të bukura dhe po ju a tregoj. Seti i parë kam marrë në një ngjyrë kafe. Dhe duket, pjesa lart duket kështu. Pjesa e dytë duket kështu. Janë një material i plot dhe ngjyrë shumë e bukur. Seti i dytë kam marrë këtë setin me pika, që është roz, i përbërë me këtë ngjyrën i përzier, doja të thoja, me këtë ngjyrën e zezë, e bardhë, roz, dhe ngjajnë shumë bukur. Pastaj vendosa të marr dhe këtë truporën e bardhë, sepse nuk kam shumë, me thënë të drejtën, nga që përdor ato të ndarat, dhe duket kështu. Ka një material prej peshqiri që nuk e mban ujin dhe janë shumë të bukura. Mendoj se do vazhdoj bashkëpunimin përsëri me këtë firmën, sepse më pëlqyen materialet shumë. Kam dhe 2 gjëra të fundit për t'ju treguar. Diçka është nga Shein, është ky kostumi i gjumit. Si gjithmonë, asnjëherë nuk na dalin kostumet e gjumit, sepse mund të kem aty mbi 10 copë, 10 palë, përsëri marrin të reja, dhe është kjo ngjyra kështu roz, më pëlqeu shumë. Është material shumë i lehtë, sidomos tani që po vjen dhe pranvera, nuk është shumë i trashë dhe duket kështu, pjesa poshtë dhe pjesa lart, dhe më pëlqeu 10 nga 10 si gjithmonë. Diçka tjetër që më ka ardhur sot, dua që ta hapim së bashku, siç e shihni nga paketimi. Besoj se e dini për çfarë bëhet fjalë, dhe është një çantë. Shikojini pak sa e bukur që është. Kështu duket, është siç e desha, e kam zgjedhur vetë, ishte një markë gjermane, dhe shikojni pak, e adhuroj, ka këtë ngjyrën shumë shumë të bukur, si ngjyrë ulliri me kafe, nuk e di si ta përshkruaj. Këtë materialin e ka material lëkurë dhe është shumë e madhe, mund ta vendos ta marr dhe në punë apo në shkollë, duket kështu nga brenda. Ka dhe një rrip që mund ta mbash të varur, por besoj se do ta përdor, sepse më pëlqen më shumë kështu. E duket kështu, nuk e di, e adhuroj, është shumë shumë e bukur. Shikojni pak se si rri. Okej, vazhdoj më tej, sepse mendova se çanta ishte e fundit, por jo, kisha harruar disa pako të tjera që më kanë ardhur, dhe është nga kjo marka këtu.
ta më kontaktuan vetë dhe më ofruan një bashkëpunim dhe unë pranova dhe kam zgjedhur këtë xhaketën e bardhë, që është shumë e trashë, material shumë i mirë, duket kështu. Dhe kjo më ka ardhur, do me thënë ishte set bashk me këtë fundin e bardhë, por ky me thënë të drejtën më pëlqeu, por është shumë i gjatë, vetëm po ta shkurtosh, duket kështu. Me këmishën, me xhaketën e bardhë lart dhe ngjan shumë bukur me një paltaka, mund ta kombinoni për një dasëm, për një event, ngjan shumë bukur. Po ashtu nga njëjta markë më ka ardhur dhe një pallto e bardhë. Unë me thënë të drejtën nuk kisha pallto të bardhë, dhe thash pse jo, është e gjatë deri në fund të këmbëve, duket kështu, dhe nuk e kam idenë se si mund ta kombinoj, nga që jam mësuar gjithmonë me të errtat, ngjyrë zezë, ngjyrë kafe, ngjyrë gri, por me të bardhë nuk e di se si do më duket vetja. Dhe doja gjej një kombinim, por këto treja ishin nga kjo marka plus 2 produkte të tjera, por nuk më kanë ardhur sepse ndonjëherë vijnë pako të ndara. Dhe tani të presim kur të vi dhe pakua tjetër, po besoj ato produkte do a tregoj në videon tjetër. Këto ishin dhe bashkëpunimet që kisha për këtë muaj. Disa ishin nga marka që unë kisha kohë që bashkëpunoja, disa ishin të reja, shumë të reja. Dhe ua tregova të gjitha, shpresoj t'ju kem pëlqyer, faleminderit që më ndiqni dhe mos harroni të bëni një like apo subscribe. Ju kam shumë gjan, bye!